Organizatat jo qeveritare dhe personat fizik të rajonit të Pollogut dhe Shkupit të njohur si platforma Miq të Sharit, e cila lobon që Mali Shar duhet shpallur si park nacional, reagojnë ashpër për zhvillimet e fundit në mal dhe hapjen e rrugëve në peizazhin unikat në Malin Shar, në lokalitetin e quajtur Leshnica. Miq të Sharit konsiderojnë se ndërtimi i rrugëve në zemrën e parkut të arshëm, respektivisht në zonën e cila në ardhmëri do të ishte mbrojtur, është absurde dhe shqetësuese për botën shtazore në këtë pjesë. Последиците кои што големите зверови како што се волкот и дивата мечка веќе се ги има во помал број. Në vend që të gjithë së bashku të punojmë për mbrojtjen e malit, 20 ditët e fundit kjo zonë shkatrohet me ndërtimin e rrugëve. Platforma nuk është e njohur nëse rrugët për Leshnicë të lartë dhe Gjinibek janë të ndërtuara në bazë të ndonjë plani dhe nëse për këtë ekziston ndonjë elaborat për ndikimin e tyre ndaj ambientit jetësor. Konsiderojmë se ekzistimi i rrugëve do të jetë kërcënim për botën e gjallë, respektivisht ajo që ngelin nga dhitë e egra, si dhe kafshëve tjera të egra siç janë ujku dhe ariu, deklaroi Jovan Bozhinovski, antari platformës për Miqtë e Sharit. Sipas Miqtë të Sharit, dëmi i bërë me këtë rrugë është i paqëndrueshëm dhe ata përveç se janë kanosje për biodiversitetin, shkatrojnë shumicën e shtigjeve malore unikate, peizazhin si dhe vlera turistike të këtij lokaliteti. Me këtë hap, vlera ofertës turistike të Malit Shar e rajonit si dhe Maqedonisë zvoglohet dhe asnjëherë nuk do të jetë e njëjtë. Me punimet e fundit, të cilat zhvillohen pra rreth 6 km, të cilat bëhen brenda në thellësinë, pra në zemrën e Malit Shar, mendojmë se prishet biodiversiteti i këtij rajoni, pra vlerë me të cilën mund të themi mburremi, me të cilën mund të themi mburremi jo vetëm në Maqedoni, por edhe në rajon. Pra kërkojmë që këto punime më njëherë të ndalen dhe të gjithë ata të cilat mendojnë se ky është mënyrë e drejtë, mendojmë se janë të gabuar, prandaj kërkojmë që të ndalen dhe me këtë kërkojmë dhe mendojmë se nëse kështu punime vazhdohen të punën në Malin Shar, humbet vlera e biodiversitetit dhe të cilat dhe sendeve tjera turistike të cilat. Ne s'kemi shumë informata se cila është arsye, mirë po mund të jenë arsye personale, mirë po e dim se këta realizohen pa ndonjë planifikim të cilat adekuat nga institucionet adekuate të cilat do të japin këto leje. Leshnica është një ndër vendet më të njohura të malit si në aspekt peizazhor, ashtu në atë geomorfologjik, gjeologjik dhe e begatshme në biodiversitet. Kjo hapësirë nga shumë ekspert në periudhën e ardhshme mund të shpallet si zonë rreptësisht e ndaluar.